me lejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim, t'i dëshiroj mirëseardhje shkrimtarit, autorit, publicistit, shqiptar, Zotit Namik Selmani dhe ta falenderoj për punën, angazhimin, për kushtimin që të nxjerr në sipërfaqe vetëm një pjesë të rrugtimit të presidentit Ibrahim Rugova. Sot jemi mbledhur këtu në këtë sallë në qytetin e Hasan Prishtinës, trurit televizjes kombëtare shqiptare, për të promovuar librin e autorit Namik Selmani, Okuye Ibrahim Rugova, për të promovuar një figurë të rëndësishme të historisë tonë kombëtare, arkitektin e pavarësisë së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Andaj, ju dëshiroj mirëseardhje. Nuk do të maj fjallim të gjatë, sepse kemi shumë për të thënë, edhe one, edhe secili nga ju, sepse ishim pjesë e atij rrugtimi, ishim pjesë e asaj sakrifice, por po dua të them se në pikëthyrjen më të rrezikshme historike, kur Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës i ka nosej një gjenocid, i ngjajshëm me atë që ndodhi në vitin 1877 në Sanxhakun e Nishit, ku boshatisën 720 fshatra dhe mbeti një territor plotësisht i zbrazur, e njëjta e priste edhe Kosovën. Ishin krijuar të gjitha parakushtet, ishin dëbuar nga puna punëtorët, ishin larguar nga uniforma policët, ishin qarmatosur nga mbrojtja territoriale, ishin uzurpuar shkollat, ishin uzurpuar universitetet, dhe sikur ky popull kishmet vetëm në mëshirën e Zotit dhe priste një lider që do t'i printe. Ajo kohë nuk ishte privilegj për ta udhëhequr një shoqëri në një situatë dhe në katrahurat e tilla. Timonin e drejtimit të popullit e mori një shkrimtar, filozof, atletar, që edhe ashtu ju kishte kundërvënë regjimit serb sa ishte kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës. E mori drejtimin e një lëvizje gjithë popullore, pa dallim moshe, e quajtur Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe ne kemi nderin dhe privilegjin që pikërisht ky përurim i librit mbahet këtu ku u themelua edhe dega e parë e Lidhjes Demokratike të Kosovës në nivel vendi. Sot i duhet shumë profili i liderit Ibrahim Rugovës. Ishte njeri i qetë, ishte intelektual i thellë, ishte vizionar, që me punën, angazhimin dhe përkushtimin e tij, me mençurinë e tij, diti të deportoj në arenën ndërkombëtare dhe të hapë dyert e diplomacive perëndimore në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Shtetin e Bardhë. Sot, vendi ynë ka nevojë për unitet. Ai ishte personi më unifikues. Por gjatë gjithë karrierës e tij politike, por gjatë gjitha intervistave të tij, asnjëherë nuk e kemi dëgjuar ta ketë ofenduar, ta ketë nënsmuar, ta ketë sharë dikën. Ai kishte synimin e qartë, çlirimin e popullit nga okupatori dhe krijimin e shtetit të Republikës së Kosovës. Për të, pavarësia e Kosovës ishte kompromis, ndërkaq si fazë kalimtare ishte një protektorat ndërkombëtar që rëndolli, që është shumë e logjikshëm sepse ajo fazë shërbeu për themelimin e institucioneve të këtij vendi, sepse ishim plotësisht një shoqëri pa institucione dhe jashtë institucioneve. Ai themeloi sistemin e pavarur, jo sistemin paralel.
sepse ishte sistemi pavarur, organizoi arsimin, organizoi fondin e solidaritetit, shëndetësinë dhe gjithçka që mundi në ato rrethana. Andaj mirënjohje dhe respekt për të gjitha ata veprimtarë, të cilët punuan me një përkushtim, me një vullnet, me një guxim, me një sakrificë. Dhe qëllimi u arrit fal punës, angazhimit, sakrificës, gjakut të derdhur, luftës së ushtrisë ligjëtare të Kosovës, kjo komponentë e rëndësishme që të gjitha e kanë origjinën tek populli, të gjitha janë tek populli, kishin buruar nga populli dhe meritat i takojnë popullit. Lavdi e përjetshme jetës dhe veprës së Ibrahim Rrugovës, sot na mungon një profil i tillë që do t'i unifikonte faktorin politik shqiptar. Nuk jemi në rrethanat më të mira që t'i kemi gjithë këto përçarje, gjithë këto kontradikta, gjithë këto rrethje në mes veti. Kjo sallë kisha pas dëshirë me qenë mbushur plot e për plot, sepse vërtet ky lider shpirtëror jo vetëm i shqiptarëve të Kosovës, por të gjithë shqiptarëve në Ballkan, por neve që kemi i takojmë asaj periudhe dhe e dini, ka merituar që vërtet ta kemi sot këtë sallë të mbushur plot në Kosovën e lirë dhe të pavarur. Faleminderit të gjithë juve që jeni prezent. Në një nga rastet e vizitave të tij jashtë vendit, një huaj ju interesu dhe i tha, e kam një pyetje, president. Thot, ky djali që po tren afër prej nga është, përgjigjja e Rrugovës ishte, është nga një vend i tokës e i dheut. Është nga një vend që e ka tokën pjellore dhe mbi tokën e ka civilizime. I përmendi 3 reliktet që ndodhen që janë të famshme në Kosovë në ushtri. Kalan, Urën e Gurit dhe Hamamin. Të nderuar pranishëm ju përshëndes, e përshëndes autorin e librit, i cili na ka të busët, pas fjallës së kryetarit, po më duket çdo gerë me jemi atë tepërt, me gjithë përfshirje, me një vlerësim dhe me një intelektualitet lartë, në të vërtet po më duket tepër çdo fjallë e imja. Megjithatë, do t'i them 2 fjallë për mos me zgjatë shumë. Kryetarët përshëndes dhe të pruroj për këtë organizim, në përgjithësi. Unë kam promovu një libër timin këtu para disa vjetëve në një sallë tjetër, nuk kanë qenë numër kaq i madh njerëzve dhe s'ka pas jehon qysh Kosovë. Pa atër mbetje, Ferit Idrizi ishte atëherë në opozitë. I përshëndes gjithë tjerëve, afër, i Bushinuzin, drejtoreshën Bunjaku, doktor Pezit Planën dhe gjithë tjerëve nga ne. Doktor Flora Broinën, një simbol qëndresës dhe të intelektualitetit tek ne. Une mund të rikëtu me orë tëra trofejën kom që ka rafej, por si do që tjetë merita me madhe i takon ati që i ka shkru 3 fjallë. Ibrahim Rrugova është një njeri që i takon tashma historisë dhe nuk ka të bëj me tarafe, si që e tha dhe vetë kryetari. Unë e ves një detalj për e thëmë nga e kaluara që isha prezent dhe e pash në sy. Bashkë veprimi dhe uniciteti që u tregu në konferencën e Rambujes, mas një konferencë në Lodër, ku ishin 5 delegacione, dhe as njena s'liste njena me tjetërën, në Rambuje definitivisht ishte një unicitet dhe një bashkë fjallësi si as njëherë në histori. E pash e ndjela, e kom shkru, e kom thonë dhe do të them që bashkëpunimi në mes të historikut Ibrahim Rrugova, me një njeri me Kaçurrela dhe djali i ri, me një qatë gatë, me emrin Hashim Taçi dhe intelektualin e madh Recep Qosja, ky bashkëpunim dhe ky bashkëfjallim në momente kyçet konferencës Rambujes na ka bo që sot jemi na këtu ku jemi. Ma tutje unë s'kam që ka zgjas, sepse e tha dhe kryetari atë që duhet thonë. Ju faleminderit. Motivi pse ndodhemi këtu sigurisht është një vllai yni i cili
gjeti mundësinë dhe kohën që të vjen të ndanë punën e vetë, mesazhin e vetë, ta shpreh dashurinë që ka për këtë pjesë të atë dheut, pra për Kosovën, që asnjëherë nuk pushoj me folë për këtë pjesë sepse e ndihem në zemër. Aja është Qanë, nga Saranda, Namik Selmani, i cili për Kosovën ka thuar vargjet më të bukura. Në këtë rast, ai ka përzgjedhur simbolin e paqes dhe kryetarin, presidentin e parë të Kosovës, qoftë në luftë, gjatë luftës, qoftë në paqë, Ibrahim Rugovën. Faleminderit që ndodhesh këtu në mesin tonë dhe së bashku do të marrim edhe librin kaq të bukur që duket, por në mbrendi sigurisht ka dhe fjalët më të bukura që i zgjedh poeti për kryetarin tonë. Vushtria nuk u zgjodh rastësisht, edhe për arsye se ajo është ndër qytetet më të lashta dhe në mbrendinë e vet ruan historinë e lashtë dhe të re. Ajo sot në gur themelet e saj, në urën simbolike, në kalan, e ruan këtë lartësi për të treguar në anën tjetër se po ecë drejt zhvillimit. Dhe kjo është gjithashtu një mesazh i madh se Kosova nuk ka kohë të pret. Ajo don të zhvillohet. Kujtoj se pikrisht është ky moment që së bashku të ndëgjojmë jo fjalimet tona, por të ndëgjojmë fjalën e Krijuesit për cilin jemi mbledh. Mirë se erdhe vëlla në Kosovë, mirë se erdhe në Vushtrinë e lashtë dhe të re. Faleminderit. Ma falë, bura nuk qa, po gëzimi të nëzirë pikën e lotë. është një lotë që nëzirë me njohja, me njohja cilë nuk paguhet me florinë, as me karikët e pushtetit, as me tribunët e zbukuruar dhe me dritët fuqishtë. është me njohja që hap një portë Vushtrije, të një qyteti ku ka shumë histori, ka shumë krenari, ka shumë dhimbje, ka shumë shpresë, po dhe ka shumë dashuri për njerëzit, për tokën, për atë që kemi kaluar dhe për atë që të prekim të ardhmen. E nderuar zonja Bonjaku, i nderuar zoti Adnan Merovci, kur tribunet e historisë e vinin në provë presidentin, kishin një tribun tjetër, të padukshme, të heshtur, po ka që fuqishme se fjallë e presidentit. Edhe më besoj që një pjesë e lartësisë ti, e shëndetit të ti, e mendimit të ti, ju përket të juve. Dhe unë ndjem po ka që lindur, sa ju kam në kranë. E ndëroj zonjë Provina, diku në përmetin e të nafileve, të leve bariut të freshëllivet, jemi takuar dhe ati kënë qa për qamërin time. Sot më vjen mua radhë të qaj nga gëzimi, që kam përsëri bashkë. I nderuari Ismail Qemali, një përtritje historie që në bën po kaq krenar që kemi mes nesh dhe që jeni pjesë e një kalaje modeste për Ibrahim Rugovën. Një kala, kjo dhe kalaja e Vushtrinë, është pak e çuditshme që një komp si ne, edhe në Bashtovë, dikush ka jo mund të shkojë në Bashtovë Kavajës, ku është një breg deti, s'ka asnjë gur të ngrejë një kala. Nuk e di si do të thoni të huaj, që në një kala mund të ngrejë një kala në Kruj, mund të ngrejë një kala në Dibër, në Mat, po jo në Bashtovë. Ndoshta për nga përqindja jemi vendi që kemi më shumë kala. Një kala mund të mos rezohet nëse heq një gur, kjo kala e Vushtrinë. Por nëse vë një gur më shumë, ajo bëhet më fort. Unë shpresoj që kanë vënë një gur më shumë në kalane e kujtesës, jo thjesht Ibrahim Rugovës, po të një historie të vërtetë. Gjithmonë ditët e promovimeve kanë qenë dhe mbeten festa të vogla, festa të bukura, festa libri, festa shkronjësh.
kemi qenë të uritur për liri, por jo më pak se për shkronjë. Mbaj mend në grupin e 78 librave të botuara, një pjesë të madhe të tyre unë i kam kushtuar Kosovës. Unë vi nga Çambëria dhe ajo pjesa e gjagut, cilët e tha profesor Bedriu, është një thirrje e fuqishme, një thirrje që nuk ka nevojë për kontrata, për marrëveshje, për tendera. Nuk ka nevojë, është një tender që njeriu e vën brenda vetes. Diku në Gjakov kam promovuar librin Borxha e Lipodrimis, salli ishte mbushur plot. Edhe unë për të përkëdhelur me veten, a kanë ardhur për mua thash këto? A kanë ardhur për Podrimin? Në të vërtetë e ndjeva mirë sepse ne po përtrije një autor tashmë të njohur. Dhe këngëtar Shaban Krasniqi ka një këngë Unë Birit me cilët njësohet në shumë skena të botës. Pak më vonë promovova librin O Kymallë për Gjakovën, edhe atje kisha emocione. Diku në Podujev isha ftuar për të promovuar një libër Legjenda Majaci. Majaci, kjo se dikush besoj se i përket historisë të futbollit, por babai i tij kishte lindur në Podujev, në një fshat i quajtur Majac. Edhe shkoi me një grup nga Shqipëria, natyrisht me librat, me kënaqësi se po shkonin të promovonin një libër. Ishte diçka e bukur. Nuk është si sot sekretari, por çdo shtëpi fshati i Majacit kishte dhënë nga një burr. Dhe gjithë burrat kishin dalë në hyrje të pallatit, unë nuk e mbaj me çfarë u tha, po të shikoje se si njerëzit jepnin dorën, tha, zotrina kësi o Majaci. Majaci kishte vdekur dhe por fatin e tij të keqja nuk e kishte prekur për arsye të regjimit fshatin e babait të tij. Dhe merri mirë që unë kisha ngritur një lloj ure, një urë mes me një Majaci dhe mes Podujevës. Megjithatë timi si qerë, emocione kësaj dite nuk e mas me as Gjakovën, as me Podujevën. Dhe për te edhe kryetarit për si do të thojë faleminderit. Urime zotrina Mik. Faleminderit i nderuar kryetar. Zonja Brovina e Zotrin Bedri Selmani me poezin ngriu